Kriza e re e çmimeve si pasojë e luftës në Iran ka ulur ndjeshëm fuqinë blerëse duke çuar drejt boshatisjes tregun shumëvjeçar të frutaperimeve në Fier. Nga 75 tregtar, sot numërohen vetëm 35 dhe shkaku kryesor i largimit të tyre mbetet pamundësia për pagesën e taksave. Ndërkohë qytetarët shprehen se rritja e çmimeve është e papërballueshme dhe se prodhimet me çmim të lartë si domatja, specat apo kastraveci i kanë hequr nga lista e blerjeve. Që presha spinaj po marrim. Mire domate me 3.500 lek më të janë gjëra shumë të që. Ne kemi pensionistën e se përballojmë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Nëse vazhdojë të rritja? Neve doam buk me presha, buk me djathë. Ne s'kemi nga i japim, ne nuk e marrim vetë se janë çmimet kaq të larta. Çmimet disa janë në qiell, ato tjerat zakonisht janë tokë. E keni të vështirë t'i bleni tani? Nuk blem fare, ato që janë qiell nuk ashtu dot. Janë të ndaluara. Edhe dhel për kështu thanë, donte të ashtu, po janë pa pjekur tha. Shumë të larta janë. Ja, 5 allator, 1.500 lek. 1.700 lek kilja. Do madhe 2.300, pensionista e mine. Sa të bëjmë? Nga sa kishit planifikuar që të pensionistin sot keni reduktuar? Nga pak gjëra kështu, nga të gjitha nga pak. Pensionistët janë të parët që preken nga kriza e çmimeve. Pensionet e ulta i detyrojnë të reduktojnë sa të munden blerjet, ndërsa theksojnë se pandimën e fëmijëve nuk mund t'ia dalin. 2 kokra moll 1.000 lek, domatja 3.500. Futemi mi që na mbaj fëmija. Ngritje ka. Që të përballueshme janë, pensionista e mine, aq marrim. E vërtetë është se nuk me shteti dorë për ne. Me bukra se këta punojnë për vetën e tyre. Di që ka ardhur një kohë, po punojnë këta fatkeqe dhe po hanë këta barkë drekit. Kështu ka vajtur sot. Por, ne shikojmë me shpresën e Zotit, mas e bëhet më mirë. Nëse vazhdon rritja? Se atëherë pastaj do përjashtojmë ngrënin nga çdo gjë e mundshme. Edhe pse qytetarët janë përballur shpeshherë me rritje çmimesh, veçanërisht në prag të festave, një situatë kaq e zymt dhe e pashpresë nuk është ndjer asnjëherë më parë në këtë treg simbol të qytetit të Fierit.